ne femrat, duke qenë se askush nuk na falenderon nga familjarët për punën që bëjmë, duke se ne kemi për detyrë, detyra jonë, atëherë çfarë duhet bëjmë? Duhet falenderojmë veten tonë, duhet të themi faleminderit vetja jonë që jemi kaq të forta për të bërë gjitha punët edhe kur jemi të sigura. Faleminderit vetja jonë që jemi kaq të duruara edhe kur durimi arrin kulmin e sjelljen që bëjnë familjarët tanë kundra nesh. Të themi faleminderit vetja jonë që edhe kur jemi smur zvarritemi për të mbaruar detyrat që nuk janë vetëm detyrat tona, por i marrin ne përsipër edhe na ngelen edhe. Duhet të themi faleminderit shumë për të gjithë atë sakrificë që bëjmë duke eksperimentuar ushqime të ndryshme se familjarët tanë shumë nuk i pëlqejnë edhe na ngelen edhe ti hamë edhe kështu që ne provojmë të reja. Duhet falenderojmë veten tonë që veç punës jashtë shtëpisë, bëjmë edhe punat bëjmë edhe punë brenda shtëpisë, edhe në fund fare familjarët tanë thonë se çka ke bërë gjithë. Ka shumë falenderime të tjera për t'i bërë vetes tonë, por unë do dëshiroja ju të shkruani koment edhe ti ndajmë me njëra tjetrën këto mendime. I ka sa për tym janë bërë dhe ju të kaloni bukur, do që t'jeni kalofshi bukur.